Start. Okej, atëherë në ditë të gjithë, sërish jemi në qendrën servitore të kombëtares shqiptare në Stegersbach, në Austri. Jemi në prag miqësores 2 qershore ndaj Azerbajxhanit, që do të luhet nesër në orën 19 në stadiumin Haladash kompleks në Hungari. Sot ne jemi me trajnerin Silvinho dhe kemi edhe sulmuesin Taulan Sefiri, që janë këtu para jush për të përgjigjur pyetjeve dhe interesimit të medias. Do ta fillojmë si zakonisht me futbollistin, me Sefirin, me pyetje dhe më pas do të vijojmë me trajnerin. Atëherë Rino, pyetje për Sefirin, lutem. Përshëndetje Taulant, Europiani po afron cila është ndjesia brenda grupit, si po e përjetoni? Emocion, përgjegjësi, vetbesim? Po, përshëndetje gjithëve. Atëherë padyshim se gjatë kësaj periudhe ekipi kombëtar kena punu shumë fort me intensitet lartë me gjithë stafin edhe ndjesia është një ndjesi shumë e mirë, ndjesi krenare, padyshim se çdo herë që je pjesë e kombëtares është krenarie dhe po më rëndësishme që është se jemi gjithë bashkë dhe jemi shumë të lumtur që jemi këtu dhe mendoj se po e presim këtë Europianin edhe jemi të punu shumë fort edhe kështu që kjo është. Okej, atëherë pyetja e dytë për Kristin, apo edhe një Rino? M'fal. Po? Ndaj Liechtensteinit nuk ishit titular, luajti Arber Hoxha. Si ju duk dhe apo rritet konkurenca në sulm, për sa i përket repartit të sulmit? Po, padyshim se Arber Hoxha është një talent shumë i madh, një lojtar me shumë cilësi, me cilësi shumë të mira dhe jam shumë i lumtur për ta që ka luajtur edhe jam shumë i lumtur që ka ardhur me luajt për Shqipërinë. Dhe padyshim se konkurenca është shumë e mirë, kur ka konkurenca është, domethënë edhe grupi bëhet më i fortë, ekipa bëhet më e fortë edhe kjo është diçka e mirë për kombëtarën shqiptar. Okej, Kristi? Po, përshëndetje. Para 2 vitesh luajt në Tiranën dhe patët një shkëputje le të themi nga ekipi kombëtar, por e mendoje që brenda 2 sezonesh do të kisha një rritje kaq të madhe dhe tani të kesh shansin për të qenë protagonist në Europian. Po, padyshim, futbolli ndonjëherë ka ulje dhe ngritje, po gjithmonë unë kam shikuar përpara, e kam pas atë qëllimin tim që me bë më të mirën time edhe më kon gati për kombëtarën, edhe tani Zoti ka dashur që unë të jam këtu, edhe kam punu fort për këtë pjesë, edhe tani shpresojmë që do të jemi në formë më të mirë dhe me dhënë më të mirën patjetër, me dhënë maksimumin dhe kjo është gjëja më kryesore. Huazimi ju përfundoi në Emiratet Bashkuara Arabe. A e shihni Europianin si një mundësi për të treguar më shumë vlera dhe pse jo të firmosin atë kontratën e jetës? Jo, Europianin nuk e shoh për kontratë, me thënë drejtën, Europianin e shoh si gjën kryesore tani që jo për gjën individuale, Europianin e shoh gjën kryesore për gjithë kombin shqiptar dhe kështu që ne jemi këtu për me punu fort për kombëtarën, me dhënë maksimumin dhe kështu që anën e transferimit nuk e mendoj, të mendojmë pas Europianit. Atëherë, Ernest? Taulant ke qenë një nga lojtarët më të aktivizuar gjatë këtij sezoni, ke shënuar dhe gola, po nuk e di ke ruajtur ndonjë për gjatë kampionatit evropian. Si ishte edhe një pyetje, më fal? Ke qenë një padyshim ne jemi sulmues, ne do me bë gola, kështu që ne jemi të punu fort, siç e thash më herët, edhe shqyr Zotit jemi gjithë mirë, nuk kemi lëndime, edhe kështu që vetëm na ngjelet me punu fort, me përgatit çdo ndeshje në maksimum edhe ja lajm kohës. Nest, ke pyetje tjetër? Ja. Okej, Ervin, thuaj. Keni pasur mundësi të ndiqni 2 ndeshjet miqësore të rivalëve që kemi në Europian, Italia ndaj Turqisë dhe Spanja, e cila luajti kundër skuadrës së Andorrës. Nëse bëni një krahasim, cila ju duket skuadra që mund t'ju hap më shumë vështirësi Taulant? Sepse janë 2 ekipe që realisht kanë
Jam shumë larg njëra tjetrës kur vjen puna tek loja që luaj. Po padyshim, ndeshja për ndeshjes dallon edhe ne të tre kundërshtarët janë shumë të fortë edhe kështu që kemi një grup të fortë, por besimi do jetë aty tek ne, punë e gjitha që duhet të bëjmë ne është ta japim maksimumin, të punojmë fort, ta përgatisim çdo ndeshje me radhë, e cila është e para tani do jetë Italia, kështu që duhet me përgatitë në maksimum edhe duhet me punu fort, me pas shpirtin luftarak. Edhe më e rëndësishme te kombëtarja jonë ka qenë pi ditës parë kur ka ardhur trajneri se ne duhet me qenë bashkuar, edhe çdo herë na ka thonë trajneri se ne jemi një, edhe kështu që po jemi një, besoj që ka më konë diçka shumë e mirë për gjithë kombëtarët tonë. Edhe një të fundit. Referuar deklaratës fundit të trajnerit Silvinho në mediat spanjolle po citoj një nga pasazhet e intervistës, kur tekniku jonë kombëtarës thoshte që tek Shqipëria marrëdhënia që kanë lojtarët me fanelën, me bluzën, është ndoshta pak më e lartë në raport me ekipet e tjera. Pse vjen kjo Taulan? Me kjo ngjizje kaq e fortë e lojtarëve kombëtarës me fanelën e Kizut? Sipas jush? Po normalisht na jemi na shqiptarë dhe jemi shumë krenar për këta që bojna për këtë fanellë që e veshim edhe padyshim se kjo është një fanellë shumë e rëndë edhe jemi të lumtur edhe padyshim ne për këtë fanellë duhet me dhënë maksimumin edhe kështu që e kena dhënë maksimumin edhe tani shpresojna që do kemi rezultate të mira, pse jo. Okej, ka më pyetje për Seferin? Jo. Në rregull, atëherë Taulan, mund të vazhdosh bashkohesh me skuadrën. Faleminderit Do Taulan. të vazhdojmë me pyetje për Seferin. Atëherë Rino, pyetje për Seferin. Përshëndetje mister, miqësoria e fundit para ndeshjeve zyrtare, pra mund ta konsiderojmë edhe testi gjeneral. Në këtë aspekt, a mund ta konsiderojmë edhe takimin ku do të jetë pjesa më e madhe e formacionit që do të zbresim në fushë ndaj Italisë? Në fakt janë disa pyetje brenda një dhe çfarë dëshironi ju të shikoni? Në radhë, e para atëherë. Jo, është e njëjta pak a shumë e njëjta temë. Çfarë dëshironi të shikoni nga Shqipëria te kjo ndeshje? Cosa vi aspettate di vedere nella vostra Albania in questa partita e questa partita, questa amichevole, una buona opportunità per vedere la squadra che forse giocherà contro l'Italia, che debutterà all'Europeo? E poi guarda, è una preparazione di un europeo, è un secondo amichevole, poi è tutto molto veloce per noi e per tutti gli altri. Non è che a 3-4 settimane di fila chi si allena, noi siamo da 7 giorni, 2 amichevoli, domani facciamo il secondo e ci prepariamo per la prima partita dopo contro l'Italia. Non lo so se la squadra che giocherà contro l'Italia, non lo so, noi ancora abbiamo più di una settimana per allenare la squadra e dobbiamo vedere. Domani ancora da dare minutaggio a tanti calciatori, da vedere e provare tante altre cose, è tutto molto veloce come detto, non è che ha 4-5 settimane, no, questo per me e per tanti altri allenatori, per tutti. È tutto molto veloce, dobbiamo ragionare veloci anche e lavorare forte. Atëherë, ne jemi duke zhvilluar tashmë përgatitjet përgatitemi për Euron, sigurisht dhe kishim një program 2 miqësore, është një proces pune shumë i shpejt për ne, për stafin teknik, për lojtarët, pra edhe për të gjithë. Nuk është se kemi pasur 3-4 javë në dispozicion për të përgatitur për Europianin, dhe sigurisht kemi 7 ditë po themi që stërvitemi, edhe mes tyre 7 ditë kemi edhe 2 miqësorët. Sigurisht ne po përgatitemi për ndeshjen me Italinë, por nuk mund të them akoma se si do të jetë skuadra apo kush do të jetë Shqipëria në atë ndeshje. Sigurisht kemi edhe pak ditë kohë për deri tek Italia dhe mbetet për tu parë se si do të vinë gjërat deri në atë moment. E më e rëndësishme është ndeshje me Azerbajxhanin të japim mundësi lojtarëve, sidomos atyre që nuk kanë luajtur, të kenë sa më shumë minuta në këmbë edhe të provojmë sa më shumë gjëra të reja, por sigurisht është një proces shumë dinamik dhe shumë i shpejt për kombëtarën.
Po? Ancora? Sì, c'è una... Rino, ke edhe një? Okej. Po. Okej, edhe një. Po. Kemi ndjekur padyshim sfidën e Italisë me Turqinë, ndoshta është një gjeti personale, por a mendoni se është pikërisht kundërshtari ndaj cilit mund të bëjmë bingo në këtë Europian Italia? Ma pensate forse che l'Italia è l'avversario contro la quale noi possiamo fare bingo in questo europeo, diciamo? Se avete visto anche l'ultima partita amichevole contro la Turchia, vedo. Ah, ma questa è una preparazione importante per tutti, Italia è forte, Croazia, io l'ho sentito la domanda di Sefferi, Italia, Spagna, ma Croazia è fortissima, è un gruppo bello, forte, ci sta, ci proviamo. Noi dobbiamo godere questo momento di avere la possibilità di andare a un secondo europeo che per il paese, per la federata, per i calciatori, per me, per tutti noi è molto importante. Dopo ci proviamo un gruppo difficile, ma sono tutti forti. Ragioniamo dopo dell'amichevoli Azerbaijan-Italia, pensiamo in Italia, ma no, l'Italia è forte, è l'ultima campione, loro sono fortissimi. Pra Italia është skuadra kampione në fuqi e Europës, sigurisht është një ndeshje shumë e vështirë. Ne po përgatitemi për të përballur siç duhet me Italinë, një ekipet më të forta në Europë, edhe në botë, ashtu si edhe Kroacia dhe Spanja, që bëjnë pjesë të grupit tonë, është një grup shumë i fortë, është një grup shumë i bukur për Shqipërinë, për gjithë ne, për stafin, për lojtarët, edhe për gjithë kombin. Është shumë e rëndësishme që ne ta shijojmë të pjesëmarrjet e dytë në finalet e një turneu të madh siç është Europiani dhe të provojmë të bëjmë më të mirën në këtë turne. Sigurisht pas ndeshjes pas miqësores me Azerbajxhanin ne do të kemi mundësi që të vlerësojmë, të bëjmë analizat tona për të përballur sa më mirë me Italinë në sfidën e parë. Per finire, certamente che ho visto l'amichevoli, Italia-Turchia, certamente. Patjetër që trajneri ka parë miqësoren mes Italisë dhe Turqisë. Po Krist? Po, mister, nesër dorëzohet edhe lista përfundimtare e lojtarëve për në Europian. Ju keni 10 ditë besoj të grumbulluar dhe i keni parë lojtarët në stërvitje dhe në ndeshje miqësore. A ka ndonjë lojtar për të cilin keni ndryshime dhe ka shanse për ndonjë ndryshim në listë, ndryshim të momenteve të fundit të plas? C'è qualche chance che ci può essere un ultimo cambiamento, per esempio, per quello che ha visto questi giorni con la squadra, allenamento, partita amichevole? C'è qualche possibilità che ci può essere un ultimo cambiamento nella vostra lista, per esempio? Ma guarda Chris, quanto riguarda i giorni, non sono 10, sono 8. Domani 9. No, qui noi ogni giorno contiamo. Abbiamo fatto un buon lavoro fino qui, dobbiamo dire, è vero, i calciatori carichissimi, tutto di staff, abbiamo un posto molto bello da lavorare, molto tranquillo. Ogni giorno è molto importante per noi, si fa il lavoro al campo, si fa il lavoro in video, si fa correzione, ma veramente tutto va in una buona strada in questo senso. Quanto riguarda la lista, sì, infatti gli amichevoli noi abbiamo chiesto da fare i 7 domani perché dopo, se non c'è nessun infortunio, poi quello lì di 27 noi dobbiamo fare una lista di 26 e andare in avanti. Se c'è qualcun infortunio, la UEFA ci permette di fare un cambiamento senza penalty, senza nessun problema, tu lo fa. Speriamo di no, certamente, per tutti i calciatori, per noi, sappiamo che non è mica facile, un calciatore si prepara per un europeo che è molto bello, ci arriva l'ultimo giorno, poi, ma lì si sta, magari non succede niente a noi e a tutti gli altri, perché un europeo è una competizione bellissima, e vediamo, sì. Speriamo e dopo l'amichevoli facciamo la lista. Atëherë, sa për saktuar si fillim, ne nuk kemi ditë që po përgatitemi, por kemi 8 ditë dhe çdo ditë është shumë e rëndësishme për stafin dhe për ekipin, po punojmë shumë mirë. Aktualisht me gjithë grupin, lojtarët janë shumë të karikuar për pjesëmarrjen sidomos në këtë Euro. Jemi duke u stërvitur në një kamp stërvitor vërtet shumë të mirë, qetë, me kushte fantastike.
nesër do të vendoset për listën përfundimtare, pra për 26 lojtarë, por sigurisht kemi edhe një ditë kohë për të parë, për të analizuar, për të vendosur. Nëse larg qoftë do ketë një dëmtim, UEFA të lejon të bëjmë edhe një ndryshim të fundit në listë, por urojmë që kjo të mos ndodhen. Gjithsesi, ne lojtarët është e rëndësishme të përgatiten mirë dhe të punojnë mirë ashtu siç kanë bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Krist, ke pyetje tjetër? Po. Sa i përket miqësores me Liechtensteinin, Yasir Hasani u zvendësua dhe në krahun e zjatë u postua Laçi për pak minuta dhe për pak minuta u shtyp Balliu. Dua të di cili është plani B në atë krah, kush mund të luajë tjetër përveç Yasir Hasani. In quella parte del campo, chi può giocare, chi può essere alternativa per Yasir Hasani, per esempio? Noi abbiamo, quanto riguarda Hassani, è un calciatore che da 4-5 mesi che non fa una gara ufficiale, ci allena, è in forma, ma certamente la gara ufficiale non l'ha fatta. Proviamo da noi tutto l'allenamento, lui si sta allenando molto bene, sta facendo un buon lavoro e dopo più gioca meglio, ma certamente arriva un momento della gara di uno che non è abituato a fare, con 70 minuti praticamente scordena un po' il movimento, un po' è stanco, abbiamo fatto lì un cambio, abbiamo possibilità di tanti altri calciatori che possono fare quello percorso lì, quello ruolo. Vediamo, Hassani gioca domani, magari possa giocare ancora 60-70 minuti o di più, vediamo, la risposta viene del calciatore, un momento che si stanca. Vediamo, ma domani è un'altra gara da fare tanti minuti. Pra, për Hasanin nesër është një mundësi e mirë për të luajtur një ndeshje dhe për të marrë minuta në këmbë. Në fakt është një lojtar që prej 4-5 muajsh nuk ka luajtur, po themi, ndeshje zyrtare me klubin e tij. Ai është stërvitur rregullisht, por ndeshje nuk ka luajtur dhe gjithsesi ne po e mbajmë në vëzhgim gjatë gjithë kësaj periudhe. Në fakt ai ka punuar shumë mirë dhe duket në gjendje shumë të mirë. Në raste të tilla, siç ndodhi me Liechtensteinin, kur ti e shikon pas 70 minuta që një lojtar, po themi, e ndjen pak lodhjen, është mirë që të ndërhysh dhe për të bërë ndryshime, sepse ne kemi edhe lojtarë që kemi lojtarë shumë të mirë në dispozicion që mund ta bëjnë shumë mirë atë rol. Por gjithsesi Hasani do të mund të luajë edhe nesër, çohem nëse sa minuta do të luajë, pastaj mbetet për të vlerësuar. Okej, Ernest? Po, atëre kanë mbetur edhe pak ditë nga kampionati evropian, do duhet pyesë trajnerin, a është i kënaqur me formën që kanë lojtarët aktualisht dhe a do duhet ndryshojë diçka për sa i përket përgatitjes, a do duhet ishte diçka ndryshe? Sei contento della forma che hanno i giocatori e se avresti possibilità avresti cambiato qualcosa riguardo la fase preparativa per gli europei? Volevi cambiare qualcosa? Sei contento? Ma volevo cambiare il lavoro o il calciatore? Non ho capito. Per përgatitje. No, il lavoro, cioè le preparazioni. No, la preparazione, Ernest, buonissima. Il posto è molto bello, ci stiamo lavorando bene. Abbiamo iniziato un percorso il 29, dicevo a Chris che praticamente lui ha detto 10, io 8, veramente la verità sono 9 e mezzo. Oggi ancora abbiamo un allenamento. No, stiamo facendo bene, sono tutti carichissimi. Dopo, quanto riguarda l'arrivata dei calciatori, noi non possiamo controllare. Certo, magari ci possono arrivare calciatori con 30-40 gare, partite in una stagione, ma non è così, quello non è un problema nostro, il calciatore ha una società, noi dobbiamo dare un carico di lavoro importanti qui da noi 7, 8, 9, 10 giorni e preparare bene l'Europeo. Importante che noi abbiamo una molto buona motivazione, siamo contenti in senso è un campionato molto importante per tutti noi, per il paese, ripeto, è molto bello, noi dobbiamo godere con molta responsabilità certamente e provare fare un buon calcio e fare una buona figura.
Atëherë shkojmë të marrim pjesë në një turne shumë të rëndësishëm dhe ne duhet ta shijojmë sa më shumë, ta shijojmë me përgjegjësi dhe të provojmë të bëjmë më të mirë, të marrim më të mirë nga pjesëmarrja në këtë turne. Sa i përket përgatitjeve, shumë kënaqur me kushtet dhe mënyrën si po punohet. E kemi nisur këtë grumbullim, siç e tha trajneri, në datën 29 maj dhe pak a shumë kemi rreth, po themi fiks 9 ditë që po punojmë nga Tirana dhe në Austri. Gjithë lojtarët janë të karikuar, i kanë parë të motivuar dhe të fokusuar në punën e tyre. Sigurisht pjesa e klubeve është diçka që ne nuk kemi gjë në dorë, pra nëse ka lojtarë që kanë luajtur 30-40 ndeshje me klubet, por ka lojtarë që kanë luajtur më pak. Nuk është se kemi mundësi të bëjmë gjë, por gjithsesi ne kemi mundësi që në këto ditë që kemi pasur këtu me ekipin, me grupin, të përgatitemi, të punojmë sa më mirë. Lojtarët kanë marrë ngarkesat e duhur në prag të Europianit dhe mendoj që motivimi që kemi parë tek të gjithë ata ka qenë shumë i mirë dhe shumë karikuar. Io l'ho detto tutto quello, ma ho detto, ho parlato troppo, scusami. Atëherë Ervin? Sina? Pada fatin e keq më ra bingo që t'jeni fundit, me thënë drejtën. Ndoshta si i fundit, po vetëm jepi, s'ka gjë. Ci provo a parlare di me adesso. Kjo pyetje u e zavoruan Rino, padi 2 nga pyetjet e mia, kështu që unë po përpiqem të ribëj një pyetje që lidhet me sfidën me Italinë, me thënë drejtën. Bloku italian që ne kemi në kontare. Sa e rëndësishëm do të jetë për këtë sfidë, sepse janë futbollistë të cilët përtej cilësive janë natyrisht lojtarë të cilët në përditshmëri janë të tjerë kanë përplasjet e tyre në futbollin italian, Serie A dhe njëri tjetër. Tutto il tempo, quanto possono incidere loro in questa sfida contro l'Italia, i giocatori che giocano nei club della Serie A, che conoscono l'ambiente, conoscono il calcio italiano. Ma io penso che una volta, io ero un bambino, 82, certo un brasiliano, il bel Brasile ha fatto una gara contro l'Italia, abbiamo perso, ma da giocare contro l'Italia già è una motivazione strepitosa, non ha bisogno di giocare, di andare in Serie A. In quel momento dico il paragone, facciamo un piccolo paragone qua, certamente un piccolo, no? Nel senso che in quel momento lì aveva tanti brasiliani che giocavano in una Liga Italiana, Serie A, ma quando ci trova un'Italia in avanti poi tutti sono motivati, chi gioca in Premier League, in Bundesliga, in Spagna, Portogallo, Turchia, poi sono tutti motivati perché l'Italia è forte, è una maglia pesante, sono molto abituati all'europeo, un mondiale. Noi sappiamo, dobbiamo prepararci bene la gara, ma non ha bisogno di andare in Serie A per avere una motivazione extra. Già da giocare contro l'Italia siamo carichissimi 100%. Pra fakti që luajmë me Italinë, ti jeni sigurt që karikimi është 100% dhe është motivimi shumë i madh. Unë kur isha në vitin 1982, mbaj mend, isha fëmijë, kam parë ndeshjen Brazili-Itali, nga ndeshjet në fakt më të bukura, cilësuara të botrorit, dhe Brazili humbi atë ndeshje, kishte shumë lojtarë brazilianë që luanin edhe në Itali, por nuk kishin nevojë të luanin në Serie A për të pasur motivimin e duhur. Mendoj që fakti që luan me Italinë të jep gjithë motivimet e duhur, nuk ka rëndësi nëse luan Serie A, luan Premier League, luan Spanjë, luan Bundesliga, Portugali apo diku tjetër. E dim shumë mirë që Italia ka një fanellë të rëndë, është një nga skuadrat që favorite gjithmonë në këto turne dhe për ne është e rëndësishme që të përgatitemi mirë. Ma loro sono troppo giovani, non si ricorda 82, e io sono vecchiotti. Bella gara. Mister, si lushnjari i lushnjarit, do të vazhdosh pas Europianit? Albanese da Lushnja. Qytetari i Lushnjës, meqense jemi të dy nga Lushnja? Anche lui è da Lushnja, e sta domandando dopo l'Europeo continuerai a essere un albanese di Lushnja. Il presidente Duca ha dichiarato pochi giorni fa che abbiamo raggiunto in principio un accordo con il mister per rinnovare il contratto. Qual è il tuo commento riguardo questo? No, siamo da Lushnja, tutti gli staff e gli lushnjari. Lushnjari? Si dice, no? Sì. Po. E chi dice Ciaboni è da Tirana.
Sì. Ciamone Anche- tirano, anche io no, tanto. io slugniare. No, ma Qa bëre? sapore. No, ma noi siamo 100% all'europeo, c'è tanto da fare, tanto lavoro, non ci preoccupa ma niente, per niente, il giorno dopo, non ci preoccupa per niente, siamo a lavorare qua, abbiamo una condizione strepitosa, un torneo che noi sappiamo la responsabilità, è difficile ma bello, dobbiamo godere tutti noi insieme il paese, è bello rappresentare un paese. Abbiamo fatto sorteggio, abbiamo fatto un colloquio con la UEFA di allenatori, tante altre cose, da andare lì con la bandiera albanese a rappresentare Albania poi è bellissimo, veramente molto bello, dobbiamo godere in questo momento di tutto quello e dopo vediamo non è un problema. Adesso dobbiamo, tutta la nostra energia deve andare contro l'Italia, contro Croazia e contro Spagna e magari andare ancora in avanti. Pra të gjitha energjitë tona duhet jenë të fokusuar në këtë moment tek sfidat me Italinë dhe Kroacinë dhe Spanjën, dhe ndoshta me shpresën për të vazhduar përpara. Në këtë moment jemi 100% fokusuar tek europiani, po punojmë në kushte shumë të mira këtu në Austri, po punojmë shumë. Nuk jam as pak i shqetësuar për këtë pjesë, për pjesën e kontratës. Kemi përpara një turne shumë bukur dhe është diçka fantastike që ne shkojmë përfaqësojmë Shqipërinë, përfaqësojmë kombin në këtë europian. Gjithë ky rrugtim ka qenë mjaft i bukur që pas kualifikimit, pjesëmarrja në shortin e Euros, fakti që ne përfaqësonim Shqipërinë në atë short apo në skenën më të madhe të futbollit europian është gjithçka shumë e bukur. Për momentin jemi të fokusuar vetëm tek europiani, kemi gjithë energjitë aty dhe më pastaj patjetër që do të urim diskutojmë dhe të shohim çfarë do ndodh. Drilon. Premio për ju? Ervin Premio në rast rezultati? Premium? Ok, pastaj ka radhën Driloni. Ci sarà il premio, sì, non so. sì, ci sarà qualche premio per voi, cioè dopo l'europeo? Premio? Premio, Sì. sì. Andiamo Reward, avanti. Reward. Bazuar në rezultatet. Sì, basato nei risultati. Ci sarà qualche premio della Federcalcio in caso di risultati buoni, diciamo? Ah, non lo so, no, per noi andiamo a lottare per ogni punto e dopo lasci stare. Io penso che il riconoscimento, abbiamo parlato un po' di Lusnia, tutto quello, tutti gli staff è veramente è un onore per tutti noi, tutta questa bella cosa che sta facendo il paese, la federata, anche il rapporto con la federata, con il presidente è buonissimo, non è buono, è buonissimo. Poi ringraziamo tantissimo tutta questa possibilità di andare in avanti, fare un europeo, è molto bello, siamo molto concentrati su quello. Atëherë ne rëndësishme për ne është të punojmë fort të luftojmë fort për të marrë qoftë edhe për çdo pikë, pra dhe është nder për ne që të jetojmë të eksperiencë të bukur edhe të marrim pjesë në Europian, në raporti jonë me Federatën e Futbollit, me presidentin Duka është shumë i bukur dhe po pretojmë një aventurë, një rrugtim shumë fantastik në Euro. Drilon? Po Drilon hape zërin. Okej, po. Mister, cili është shqetësimi më i madh që keni në prag të premierës me Italinë? Është pra gjendja, kondicioni fizik i disa futbollistëve që janë shkëlqyer për skemat e juaja, por kanë luajtur pak. Dhe fakti që ka shumë entuziazëm ka rrethim tek të gjithë lojtarët të shfaqur në konferencat për shtyp. Mendon që i gjithë ky motivim mund të thete edhe në presion më të madh për të befasuar Italinë, duke ditur se përballë kemi kundërshtar shumë të fortë që do ndikojnë negativisht? Pensi che questo entusiasmo influirà anche nella parte dei giocatori per la partita contro l'Italia, l'entusiasmo dei giocatori albanesi, diciamo. Andiamo a vedere. E la prima cosa è preoccupa. Cosa ti preoccupa di più? Cos'è la tua Parte preoccupazione, fisica, no? Preoccupazione più grande prima dell'Italia? Individuale. Forse la forma fisica o qualche altra cosa?
Ma questa è la prima domanda? Sì. Cos'è la cosa che ti preoccupa di più? La preoccupazione più grande? L'Italia. Mi preoccupa di più l'Italia. Ma quanto riguarda noi, no, noi, l'ho detto, è tutto molto veloce. Sono un po' di più, 7-8 giorni più, e già siamo lì con l'Italia. Penso che dopo le amichevoli di domani dobbiamo ragionare, perché domani ce l'abbiamo un buon amichevole in senso di un buon contrasto, una squadra che gioca bene, strutturata, ci può metterci in difficoltà di più della prima, in senso che vediamo dopo la gara dobbiamo ragionare su nostra squadra e vedere se c'è da preoccuparsi a livello individuale, se c'è da migliorare una parte di un link, no? Che diciamo la parte di centrocampo, di attacco, di difensori. Vediamo, io penso che questa prossima gara ci darà tanto da valutare il momento che noi siamo, perché fino ad oggi, con tutto il rispetto del mondo, certamente l'ultimo amichevole è stato buono per noi, da minuti, da andare al campo, ma abbiamo visto poco quanto riguarda la parte difensiva. Sono assolutamente sicuro che il prossimo andiamo a vedere tante cose. Pra sigurisht që ndoshta doja të shikoja më shumë pjesën defensive, sidomos ndeshjen e nesërme me Azerbajxhanin, që është një mundësi shumë e mirë. Nëse më pyet për çfarë jam shqetësuar, sepse jam i shqetësuar për Italinë, pra përballë me një skuadër shumë fortë. Por është një turne që ka një dinamik shumë shpejt, shumë të madhe. Kemi edhe 7-8 ditë, po themi, para se të shkojmë tek sfida e parë, sfida hapse jona në Euron. Pas miqësores, aktualisht po mendoj për miqësoren e nesërme, një ndeshje shumë e vlefshme për ne ndaj një skuadre si Azerbajxhani, një skuadër që luan mirë dhe mund të vendosë në vështirësi, dhe pas asaj sfide sigurisht do të ulemi të bëjmë edhe analizat tona, të analizojmë ekipin, qoftë në aspekt individual, qoftë pastaj në aspekt ekipor, se si është mesfusha, se si është sulmi, por sigurisht këto miqësore na japin një shans mjaft të vlefshëm për të parë se ku jemi, dhe do na ndihmojnë shumë që të përgatitemi sa më mirë për debutimin. Atëherë dhe një pyetje fundit, ju lutem, e fundit. Drilo. Pyetja që bëra domethënë që si mund ndikoj gjithë ky entuziazmi, karikimi kaq i madh, na mund të thënë presion negativ tek lojtarët, duke ditur që gjithë kanë kaq shumë pritshmëri, edhe vetë ata për ndeshjen me Italinë. Duhet jemi Questo entusiasmo grande può essere, cioè, diciamo, un disavvantaggio che si può trasformare in un disavvantaggio per noi, può mettere tanto pressione sui giocatori. Cosa ne pensi? C'è grande entusiasmo dalla parte dei giocatori, diciamo. Ma ok, che vuoi dire entusiasmo? Çfarë do të thotë entuziazm, Bilo? Tani tha do të mundim Italinë. Si? Asani tha pak ditë më parë në një konferencë për media që do të mundim Italinë, do të shnoj. Ci sono state delle dichiarazioni, i giocatori che hanno detto che noi vogliamo battere, cioè speriamo di prendere punti nella partita contro l'Italia, speriamo di battere l'Italia, tutto qua. Io non ho visto la dichiarazione dei calciatori, ma ti posso assolutamente assicurare 100%, lo che ho visto dentro. Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo 3 avversari, non sono forti, sono fortissimi. Ha un rispetto assoluto per tutti e 3, ma anche per l'Eurocoppa. Noi l'entusiasmo, la domanda era quella, entusiasmo. Noi siamo carichi, noi stiamo facendo un bellissimo lavoro qua da 7, 8, 9 giorni, Ernest, 9. Ma noi sappiamo e noi dobbiamo godere di andare a un europeo.
certamente dopo, se uno mi dice l'entusiasmo è andare là e prendere punti, ma certamente, quello sono assolutamente d'accordo. Ma da dire che noi andiamo, non ti preoccupare, Italia vince la Croazia, no, ragazzi, no. No, io non ho sentito nessuna dichiarazione di questo genere, devo rivedere, ma no, abbiamo calciatori molto rispettuoso, gente molto seria, i grandissimi calciatori, ma noi sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, sacrificare tanto, ma correre tantissimo perché loro sono forti e loro non pensano in andare in avanti al girone, ma loro pensano in vincere il girone, è diverso da noi, ma quello non è un problema, noi abbiamo un entusiasmo da prendere punti, certamente. Dopo sempre dico, una gara può succedere tutto, ogni gara è un miracolo che può succedere, può succedere tutto. E questa è la nostra forza. Al di là della squadra che c'è un buon spirito, loro hanno capito, come ha detto Seferi, noi siamo uno, niente menì. E loro hanno capito subito, la prima gara a marzo è Varsovia. E hanno capito subito, noi abbiamo uno spirito, il spirito del paese, della squadra, della federata, e loro hanno fatto benissimo, hanno capito subito e molto bene. Ma del rispetto no, noi entusiasmo perché abbiamo detto che dobbiamo battere l'Italia, che mi preoccupa per la Croazia, in Spagna, lascia stare, no, quello no, noi abbiamo un rispetto enorme per il campionato europeo e anche certamente per il girone. Pra ne kemi një respekt shumë të madh qoftë për rivalet tona, për Italinë, Kroacinë, Spanjën, por mbi të gjitha ne kemi shumë respekt për turneon, për Euro 2024. Nuk i kam dëgjuar të deklarata, por gjithsesi unë duhet ju siguroj 100% që ne e dim, jemi të ndërgjegjshëm, që kemi pra gjithë grupi, stafi, lojtarët, jemi ndërgjegjshëm që kemi 3 rival jo të fortë në grup, por 3 rival shumë të fortë dhe sigurisht kemi respekt për të 3 këto skuadra, por siç është që thamë edhe për Europianin, kemi parë gjithë të ditë karikimin e duhur dhe gjithë lojtarët, për 9 ditësh që përgatiten për të shijuar sa më mirë Europianin, entuziazmin, nëse pyetni për entuziazmin, patjetër që është diçka shumë e mirë për të marrë pikë, për këtë jam dakord, por nëse themi që do shkojmë mundim Italinë apo gjëra të këtij niveli, jo, mendoj që nuk është e drejtë. Unë jam i bindur që kemi lojtarë shumë serioz dhe e di shumë mirë që na duhet thjesht të punojmë, të jemi për ulur, të sakrifikojmë sa më shumë në grup. Nuk kemi 3 skuadra që duan të kualifikohen për fazën tjetër, por kemi 3 skuadra që duan që hyjnë në këtë turne për të fituar trofeun dhe sigurisht ne nga ana tjetër kemi entuziazmin e duhur për të luftuar për çdo pikë. Kemi thënë shpesh në një ndeshje futbolli mund ndodh gjithçka, një ndeshje është pak a shumë një mrekulli, është e paparashikueshme. Jam shumë i kënaqur për faktin që gjithë lojtarët e kanë kuptuar që në momentin e parë që kemi nisur punën bashkë, që ne jemi një, këtë e pash që në ndeshjen në transfertën e Varshavës një vit më parë. Lojtarët bën më herë paraqitje të mirë, por ajo që më kënaqi që fakti që të gjithë e kuptuan që kjo ishte mënyra e duhur pra për zbritur në fushën e lojës me shpirt, me zemër dhe sakrificë. Atë janë shumë shkurt atë mund të mbylla. Cili? Kristi? Me Abrashin. Një pyetje për Abrashin kisha. Na ka surprizuar rikthimi i tij në kombëtare dhe pyetja është për Abrashin. Pse është i vlefshëm Abrashi në Europian kur nuk ka qenë i nevojshëm në asnjë ndeshje që trajneri ka drejtuar? Kjo është pyetja. Krist, lutem se trajneri ka shpjeguar në konferencë për mediat kur shpalli listën. Nëse do mund t'ja bëjmë una partita per Abrashi, una domanda per Abrashi che lui non ha giocato nelle qualificazioni ma è stato convocato per il torneo. Perché pensi che lui è un giocatore importante? Ha qualificato, ha giocato, è stato da noi. Quanto è importante sia per noi? È stato da noi marzo, è stato da noi giugno. E ha fatto una stagione molto buona, ha giocato di più. 2023-24 ha giocato di più con le sue squadre. Ma da noi è stato marzo, da noi è stato giugno, sì, 3 gare. Di 8 è stato 3. Pra, Abrashi ka qenë pjesë e kombëtarëve shqiptare dhe në kualifikuese, ka qenë në 3 ndeshje, ka qenë në mars dhe pas në ndeshjet e qershorit, pra është lojtar që ka luajtur me klubin dhe vjen në formë mirë.
Po, Rino, një pyetje e fundit, lutem, e fundit. Faleminderit për mundësinë, shumë e shkurtër do të jetë. Mister, duhet qenë se është një miqësore. A do të na thoni që sot formacionin ose të paktën lojtarët që e keni ndarë mendjen që nuk ka dyshime? Siccome è amichevole, ci puoi dire oggi chi giocherà domani, se hai deciso quale sarà l'11 Ose të paktën ata që s'ka dyshim, që e kanë ndarë mendjen. O quelli giocatori che giocheranno sicuramente, per cui tu sei sicurissimo che saranno in campo. Guarda, io appunto, mi ha provato, appunto da dire, ma io devo rispettare il nostro calciatori tutti, loro praticamente sanno, ma io devo rispettare perché loro non può sapere fra voi, devono capire da me. Oggi abbiamo un allenamento al pomeriggio, domani facciamo qualcosina in più anche di video, per rispetto al calciatore sì, poteva dire, forse, non lo so, prima d'Italia, dico, non lo so, vediamo. Pra ndoshta para ndeshjes me Italinë trajneri edhe është gati ta thotë formacionin, por praktikisht sot nuk shkon që trajneri të dalë këtu të thotë formacionet dhe lojtarët ta marrin vesh nëpërmjet medias, sigurisht do ta marrin vesh nëpërmjet. Anche io l'ho detto, Hassan l'ha detto che gioca. Po e zbulum një emergjësi që Hasani do të jetë në fushën e lojës, kështu që sot kemi një seancë stërvitore, kemi proceset tona të punës dhe më pas sigurisht do të ulemi, do të diskutojmë, do të vendosim për formazione dhe komunikojmë me lojtarëve. Mirë, atëherë unë ju falenderoj shumë, questa era l'ultima domanda. Faleminderit Shuna. Dhe ju uroj gjithë mirë dhe do të jemi në komunikimet e mëtejshme gjatë rrugtimit kombëtar në Europian. Punë të mbarë. Faleminderit.